Pas prokurorisë, as tash, pra pas 4 viteve, nuk dihet se kush e ka kry këtë vepër, pra nuk është identifiku as sa persona kanë kryer këtë vepër, mirë po nuk dihet as një detaj tjetër. Po, ende nuk ka dyshuar, ende nuk ka të arrestuar për këtë rast që ka ndodhur 2021. Po, është pikërisht, pra themi kështu një prej pronave apo lokaleve cilat vetë se janë në pronën e tashmë të ndjerit, edhe sipas mund të themi lirisht që është një prej pistave të hetimit cilën vetë se prokuroria mundet të bëj punën e vetë, pasi mund të ka aludime pra dhe si pas burimeve tona se ka të bëj kjo pronë pra me çështje pronësore, pra është paka shumë se një problem pronësor cilin kjo ka qenë kontest pronësor dhe është njëra prej vijave pistave të hetimit që mund të ndërlidhet edhe me vrasjen e mbrëmshme. Mos themi që mund tjetë edhe ndoshta një prej pistave kryesore si pas burimeve dhe dhënave cilat vetë se ne i kemi siguruar edhe në teren mirë, po hapë vend për dyshime se ky rast... Problemi është që nuk ka dyshuar as të arrestuar as për këtë rast dhe rrjedhimisht nuk i dim ndërlidhjet që mund t'i kenë me rastin e mbrëmshëm. Pikërisht këtu dhe ishta të ndërlidhem edhe me profesorin, kur thatë e parandalimi i vrasjeve. Ndoshta do kishte qenë mirë që sa do pak pas 4 viteve të bëhet ndonjë haptutje ose të kishte punuar, do thot prokuroria në zbardhjen e këtij rasti që mos t'i pasën pra rasti që ndodhin pra. I kemi këto dhëna në dispozicion, janë dhëna kredibile prej burimeve të institucionet rendit edhe drejtësisë. A ka në fazën fillestare, hetuesia edhe prokuroria këso materiale në nivel më të gjerë, pistat shumë të hetimit dhe a mund t'i ndërlidhë këto situata? Fillimisht verzionet kriminalistike mbi kryen e veprës dhe motivet e kryesve ndërlidhen edhe me të kaluarën e personit tani të ndjerë. Njëkohësisht përpunimi kriminalistik nënkupton edhe marrjen e informacione edhe nga persona tjera që kanë njoft këtë person dhe njëkohësisht rrëfimet të tjerëve lidhur me relacionet e mundshme të personave konfliktuos apo të personave tjerë me cilët ka pasur një ngatërres, kontest, hesapet të paqëruara apo çfarë do qoftë tjetër. Prandaj punohet intensivisht në përpunimin kriminalistik, në kristalizimin apo në definimin e pistave më të mundshme të mund të ndodhë ndoshta edhe puna e atij zyrtare, si zyrtar policor. Si zyrtar policor mund të ketë, sepse tani jemi në fazën, ne si publik s'paku edhe unë personalisht nuk kam në informacion shtesë, përveç informacionit që janë publik, prandaj është problem dhe s'është mirë me spekulu. Supozimet profesionale, por spekulimet mediale dhe publike, ose spekulimet tendencioze janë shumë të damshme, prandaj nuk kemi prirur për spekulime. Unë kisha me thonë që edhe të gjithë, edhe publiku i gjerë, edhe ne, unë të ashtu, për njëse për vetës, edhe ju, është mirë të kursehemi në vlerësimet para kohë, sepse mund të dëmtojmë edhe hetimet. Qartë, Telaku, në përgjithësi, rastet e fundit në kanë shumë shpesh të raportojmë, ju thatë që duhet një farë kujdesi, ose të mos nëzisim panik, me gjithat, janë rastet që nuk ndërlidhen.